Mirëmbrëma Korça, mirëmbrëma zonjë rëndë të gjithë shqiptarëve. Të gjithë duan të shkojnë në Korçë, të gjithë duan të shijojnë Korçën. Të gjithë duan të jenë të pranishëm në Korçë. Po pse? Çfarë ndodh në Korçë? Ka traditë, ka kulturë, ka serenata, ka kuzhinë, ka mikpritje, ka kulturë, ka humor. E çfarë nuk ka Korça jonë? Gëzuar një vit të mbar për të gjithë korçarët e dashur që këtë vit mirëpritën aq bukur konkursin e tretë mbarkombëtar të letërsisë humorit Niko Nikolla. U ndjen të gjithë si në shtëpinë e tyre 31 autor nga të gjithë trevat shqiptarëse. Kishte nga Presheva, Kosova, Maqedonia, Gjermania, Italia, Shqipëria, të gjithë shqiptar u mblodhën pikërisht në Korçë. Faleminderit Korça që je. Të uroj një vit të mbar të gjithë, siç jeni me begati e vetëm mbarsi. Gëzuar.